Panajiret me punime artizane janë kthyer tashmë në traditë në qytetin e Shkodrës, ndërsa të ndërthuara dhe me këto ditë festive e bën dhe me të veçantë qendrën e qytetit. Këto panajire ofrojnë një mundësi unike për të zbuluar punime të ndryshme artizanale, si për shembull ceramika, tekstile, dekoracione dhe produkte të tjera artizanale që reflektojnë tradita lokale. Unë ekspozoj mulesa tavoline, shalla, qentra, gjithçka, perde, pëgjire, gjithçka punoj me durët e mia, me tërzja, me vek. Ashtë të trashëgume, si thonë, edhe ka gjininja ku jam leje rrit, edhe ka vjerria kënej që jam martu. Ju banë gurizi. Faktikisht, panajiri është mundësi për ne, kuptan, se mundët edhe mas më shit heq, po të pak të një katë vizit në ushtat, që është shpëndarë, në bëlla mas 6 muaj s'ka dikush interes, edhe më thota po më banë ka qa, dhe një, nuk është keq për ne, mirë është. Po vërshë pak ma të shpeshta duhen me kënë, se në këna me tonë verën, si thonë pushim, se në verën presna me punu. Zakonisht me thonë drejten për jullën e korrikut, gjysë korrikut edhe gushtit, dhe në gjysë shtatorit, ka i fje shqitja ma shumë edhe koha dhëtorit, si fillon e vinë emigrant për jashtë, ka shqitja ma shumë, me pas kënë interes, edhe të hujtë. Po në jetë mirë, bodon të ne bodë, vazhdojnë, mas kena pengesa gjose, me bodë janë panajiret. Para modë në i bojnë kur duhet më bo. Një sërkuar të faktin qenra që vinë të emigrant, një të për zotën, se për ne plase, për mollin tonë, një jashtë të manë. Mollin këtë jetë qatë shesë në isamë, se nuk ka, ose morë kërës me i parësiva, ja. Ndërsa interes për punimet artizanale, shfaqen dhe të huajt. I'm from Germany. Unë jam nga Gjermania. Ne po bëjmë një tur në Ballkan. Sot jemi në Shkodër dhe po vizitojmë qytetin. Këto punimet për i druri janë shumë interesante. Bashkëshortja po blen diçka. Thing of my wife. Me kalimin e viteve, këto panajire janë bërë gjithnjë më të njohura, duke rritur numrin e vizitorëve dhe gjithashtu duke dhënë mundësi artizanëve për shfaqur punimet e tyre.